Ora e Kiametit 2026 shkencëtarët përcaktojnë një tjetër orë. Shkencëtarët e buletinit të shkencëtarëve atomik vendosën orën e Kiametit në 85 sekonda para mesnatës, koha më afër mesnatës që ka shënuar ndonjëherë. Ora simbolizon sa afër është njerëzimi me shkatrimin global, ku mesnata përfaqëson një moment kur toka bëhet e pabanueshme. Vitin e kaluar ora ishte në 89 sekonda para mesnatës. Shtyrja prapa ose përpara orës varet nga progresi ose dështimi i njerëzimit në menaxhimin e rreziqeve ekzistenciale, përfshirë armët bërthamore, ndryshimet klimatike, kërcënimet biologjike dhe teknologjitë disruptive si inteligjenca artificiale. Shkencëtarët përmendën gjithashtu dezinformata dhe teoritë e konspiracionit si kërcënime serioze. Aleksandra Bell, presidente e buletinit Tas e Njerëzit, nuk ka bërë përparim të mjaftueshëm, çdo sekond ka rëndësi dhe koha jon po mbaron. Dr. Daniel Holz shtoi se konfliktet ndërkombëtare dhe mungesa e rregullave për armët bërthamore dhe teknologjitë e reja përkeqësojnë kërcënimet. Por çfarë është ora e Kiametit? Ora u krijuan vitin 1947 si një simbol i rrezikut bërthamor dhe më vonë përfshiu edhe krizën klimatike. Çdo vit shkencëtarët e ndryshojnë orën sipas vlerësimit të tyre, me sa afër është njerëzimi me katastrofën. Bordi përbëhet nga ekspertë përfshirë laureat të çmimit Nobel. Ora nuk mat në mënyrë absolute rreziqet ekzistenciale, por synon të ndez diskutime për këto tema, edhe pse metaforike. Ajo kujton brishtësinë e ekzistencës tonë. Çfarë ndodh kur ora arrin mesnatën? Kur ora arrin mesnatën, kjo simbolizon një katastrofë bërthamore ose ndryshim të papërsëritshëm klimatik që shkatron njerëzimin. Buletini shpreson që kjo të mos ndodh kurrë. Po si mund ta ndryshojmë kohën e orës? Veprime kolektive dhe individuale mund të kthejnë akrepat. Traktatet ndërkombëtare për armët bërthamore, reduktimi i emetimeve klimatike, përmirësimi i sigurisë biologjike dhe përdorimi i teknologjive me kujdes. Individët mund të kontribuojnë duke bërë zgjedhje të vogla por të qëndrueshme, si ecja në këmbë, kursimi i energjisë, zvoglimi i mbeturinave ushqimore dhe riciklimi. Marisa Resa thekson se bisedat dhe rreziqet janë thelbësore, pa të vërtetën dhe bashkëpunimin nuk mund të ketë veprim kolektiv efektiv, tha ajo.